Kryetari i Komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, Kujtim Gashi dhe drejtori i shërbimeve publike Islamu Kimeri dhe stafi kryetarit sot vizituan punimet në asfaltimin e rrugës Gjevëlla Drovci në Prizren, me gjatësi prej 370 metrash në afërsi të Qylanit. Kryetari Totaj tha edhe pse nuk kemi para pasi procedurat e përmbaruesve na i kanë marrë shumë para për projektet kapitale. Ne kemi disa kontrata dhe në bazë të tyre po vazhdojmë të punojmë në interes të qytetarëve. Sot kemi dalë këtu të rruga Gjevëlla Drovci, i cila është diku afër 400 metra, edhe janë nështru 2 shtresa asfalt. I kemi pas disa kontrata korniz që kemi nënshkruar në periudat e kalume, edhe ato kanë akoma afat të vazhdimit, prandaj edhe po e bëjmë vlerësimin se ku ka më shumë të nevojë, edhe me sistem caktimit prioriteteve po vazhdojmë me kontribu për aq sa kemi mundësi dhe aq sa kemi kapacitete. Gjithsesi këtë vit kemi situatë pak më serioze buxhetore, po besoj që vitin e ardhshëm buxhetor do të stabilizohemi dhe do të vazhdojmë me një ritëm edhe me një tempo standarde e cila ka karakterizuar qeverisjen tonë mandatin e parë, sepse qyteti ka shumë nevoja dhe ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë maksimal gjithmonë. Edhe drejtori i shërbimeve publike Islamu Kimeri me këtë rast tha se dhe pse drejtorisë tonë i janë marrë mbi 12 milion euro, ne përsëri po punojmë. Dhe përkundër faktit si tha dhe kryetari po të nxej edhe unë përkundër faktit se përmbaruesi i ka marrë shumë, ka drejtoria shërbimeve publike në buxhet, i ka marrë dikon për infrastrukturës, praktikisht i ka marrë dikon afër 12 milion në investimet kapitale që ka qenë të parapane për këtë vit. Por prioriteti i qeverisë, këtë fakt i kryetarit Shaqir Totaj dhe i drejtorisë shërbimeve publike është infrastruktura në qytet dhe në fshatra të jetë në fokus të veçantë. Edhe ana financiare që është shumë e ngushtë, ne si drejtori kemi pas shumë të arsyes që kjo rrugë ka pas shumë nevojë të riparohet dhe kemi bërë dikun rreth 400 metra asfalt me gjerësi 5 metra me 2 shtresa asfalt. Kjo është një rrugë që shumë gravitohet nga shumë qytetarë dhe është shumë e nevojshme të kjo infrastrukturë të jetë në nivelin e duhur, por edhe shumë rrugë tjera do të jenë në fokus asaj qeverisës të kryetarit Totaj, që të jenë në prioritet që të shtrohen dhe të ketë infrastruktura jo vetëm në qytet, por në fshat të jenë në fokus të veçantë. Ky është një nga akset më të rëndësishme dhe më të frekuentuara të qytetit. Rregullimi i tij do të ndikojë drejt për drejt në lehtësimin e qarkullimit, rritjen e sigurisë për qytetarët, si dhe do të shërbejë bizneseve që veprojnë aty, than kryetari Totaj dhe drejtori Ukimeri. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.